Në buxhet nuk ka para. Për herë të parë në histori, nesër më 15 dhjetor mbyllet thesari, alarmon opozitarja LSDM. Sipas tyre shteti po vonohet me gjitha pagesat dhe se nuk ka para për paga, pensione, ndihma sociale e as për kthimin e TVSH-s. Për këto arsye financiare, pushteti po bën marrëveshje të fshehta dhe pazare politike për pranimin e migranteve nga Britania dhe po refuzon miratimin e rezolutës për mospranimin e tyre, tha sekretari i përgjithshëm i Socijaldemokratëve. Власта не се грижи за граѓаните, се грижи само за себе. За бизнисите со наместени тендери, за криминалот и за пумпање пари од буџетот, очајно им треба свеж кеш. Затоа ја продаваат Македонија. Затоа прифатиле мигранти во пакет со кредити од 6 милиарди евра. Паралелно, ВМРО-ДПМН спроведува намерна изолација и ја држи Македонија надвор од Европската Унија. Këtyre akuzave u kundërpërgjigj kryeministri Kristian Mickoski. Ai siguron se buxheti është likuid dhe se thesari nuk do të mbyllet më 15 dhjetor, por është vendosur kjo datë si një afat kur të gjitha institucionet duhet të dorëzojnë kërkesat e tyre, shpenzimet dhe të gjitha mjetet që duhet të transferohen te kreditorët, megjithatë do të ketë tolerancë. Sa i përket çështjes së migrantëve, Mickoski ripërsëriti se kësaj qeverie as nuk i shkon ndërmend të pranojë të tillë dhe se kjo do të dëshmohet muajve të ardhshëm. Затоа велам, мора и тука обвинителството да се позанимава со оваа тема, затоа што во кривичниот законник ова е својден еден вид на насилство, создавање паника, немир кај граѓаните, затоа што ако еднашка, два пати, три пати демантирате и вие континуирано продолжите со оваа тема, че вие имате намер, имате тенденција да создадете несигурност, паника, страв кај граѓаните и вие мора кривично да одговарате за тоа. Çështja e migrantëve u bë temë diskutimi pas raportimeve më 5 dhjetor të disa mediave britanike, të cilat njoftuan se Mbretëria e Bashkuar po bisedonte me maqenin e veriut për pranimin e migrantëve, të cilëve u ishte refuzuar azili atje. Sipas këtyre artikujve, Londra do të kompenzonte vendin për çdo migrant të pranuar dhe do të ofronte investime dhe mbështetje shtesë.